1300 ajete flasin për universin. 856 ajete flasin për diturinë, mësimin dhe leximin. Kuranit famlar. Kurse ne themi, nuk studiojmë, s'kemi moral e dur, nuk studiojmë universin dhe themi, po ta marrësh këmishën dhe ta çosh me i vend shenjtë, fitove, jeta mbar. Jo, nuk të bëhet asnjë lloj mbarësie, po nuk studiove. Nuk ke mbarësi, po si ishe i moralshëm. Nuk ke mbarësi nëse nuk i shef argumentet e Zotit. Duke folur për xhuma kështu thot njëri, i thash i shokut tim, këto tha, janë lajthit. Pse i thash unë? I thash, ka lezet ta shohësh detin. Leja tha se këtë verë kam pa nëpër det e femra sa dush. O, ti i thash deti si e ka kriju i madhi i Zot, edhe deti se shohim më, se shohim gjëra të tjera. A kjo është edhe i bo musliman dhe muslimane. 1500 ajete për moralin, për kulturën, për sjellje, për etika. Muslimani do të shkëlqej në sjellje dhe kulturë. 1300 ajete për universin. 856 ajete në Kuranin famlar për diturinë, leximin, studimin. Dhe ne nuk dim asgjë, dhe ne s'kemi sjelljen e duhur i pjesë jona, dhe ne nuk e studiojmë universin që të na pushet zemra me besim dhe me iman. Se kur studion universin dhe shef makron e madhe, po tjerat janë të vogla shumë dhe nuk bjen ti viktima asaj. Kjo do mbajt mend thelbi i Kuranit famlar, morali, dija dhe studimi i universit. Pastaj vjen ibadete, ti falësh Zotit, ta adhurosh Zotin. Pastaj vjen agjërimi. Ata themi që sa ajete flasin për adhurimin në Kur'an? Vetëm 2% e Kur'anit. Kurse për moralin 25%. Shikojë, se sa sjellshëm duhet jemi. Për agjërimin, për namazin, për haxhin, vetëm 2% flet Kur'ani. Për ibadetet, adhurimet. 25% për moralin e madh. Pra që tregon që pejgamberi alayhis salam ishte i lavdruar me moralin e madh që kishte. Po kuptohet edhe në ibadete.